Rruga Vjetër e Bërdiqes, pjesa aks të vjetër Shkodër-Vlepoj, është një segment rrugor që lidh hyrjen e Bërdiqes me zonat përreth, por pas ndërtimit të aks të ri rrugor, kjo rrugë ka mbetur e lënë pasdore dhe përballet me probleme të shumta infrastrukturore. Segmenti paraqet dëmtime të shumta në asfalt me gropa dhe pjesë degraduara që e bën qarkullimin jo vetëm të vështirë, por edhe të rrezikshëm për drejtues të mjeteve dhe këmbësorët. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje nga pushteti lokal. Me rrugu, po. Shteti e kote, se sa mija po, se kur të dashit të kalojnë edhe kënej. Shumë makina. Qysh sa po rruga e reja në Vlepojës do era në rreth, ha? Ka ndërhyrje. Po me qenë që morë rruga është ma mija. Ne na shqetëson shumë se kjo lagja janë plot makina se lëvizin vetëm këto, vetëm ata si shkojnë plash janë, kurse kjo zonë për shkuat për isha rrugë, kjo rrugë është amortizuar. Edhe nuk ka në hyrë për kush. Sa kohë po që ndërhyrje, sa vite janë? Vite, qysh 90. Se majtë dalma, si një fjallë, se kjo ka në qysh e ka jeshke. Po bëha rruga dhena, tira, si ben beshë. Nuk i ben beshë këtë. Ta janë vetëm me hajduda. Ku të kapin, si për ne nuk më nënkush. Bësh për vjedi ata. Do na problem për ju këtë gropa? Na kalon mas dore krejt me rrugë e për çdo gjë. I thënë fjalës, fshatat kanë merr. Inallah. Si thënë fjalës, fjala popullore. Krejt mas dore. Na kanë. Në sezonin e verës, me shtimin e qarkullimit krahas rrugës së re të Vlepojës edhe në rrugën e vjetër të Bërdiqes, vjetër e një shtimi lëvizje të automjeteve, çka kërkon nevojë ndërhyrjes për mirëmbajtjen e saj.